Po të flasim për hapësirën, ne dim që hapësira është koncept gjeometrik. Dhe si koncept gjeometrik, hapësira nuk mund të ketë fund. Domethënë, tek grafiku që ne bëjmë në shkollë, numrat shkojnë pafundësisht dhe masin hapësirën që ajo ka dimensione normalisht të pafundme. Por në universin real, në natyrë, hapësira është e përzierë me kohën. Në univers është dhe koha, nuk është vetëm hapësira. Dhe kështu që kur hapësira bashkohet me kohën, krijohen disa vorbulla, disa përshtjellime, të cilave ne i themi lëndë apo energji. Dhe kur lënda bashkohet shumë, ne shohim që hapësira dhe koha, ose hapësirë koha, përthyet aq shumë sa mblidhet në vetvete dhe shkon në infinit. Shkon, domethënë, edhe shtrembrohet deri në infinit. Dhe kjo ndodh tek vrimat e zeza. Pra në horizontin e ngjarjes ndodh që hapësira kur vjen e takon horizontin e ngjarjes, kërkon një kohë të pafundme për të arritur tek ky horizont i ngjarjes. Për ne që ndodhemi larg. Dhe ne e shohim që një objekt lëviz gjithmonë pafund derisa në infinit kohë i afrohet horizontit të ngjarjes. Dhe nga brenda vrimës zezë, hapësira që ishte brenda u përthya gjithashtu në infinit dhe drita që më parë ishte duke lëvizur në këtë pozicion, vjen tenton që të vazhdojë të eci edhe mbas formimit të vrimës zezë. Vazhdon të eci, por ajo asnjëherë nuk del nga vrima zezë dhe i bie që hapësira brenda, ndërkohë që drita ecën me 300 km/s, hapësira brenda të jetë e pafundme. Drita ecën vazhdimisht nga brenda dhe asnjëherë nuk arrin në horizontin e ngjarjes. Domethënë, brenda vrimës zezë ne kemi një hapësirë të pafundme. Nga jashtë, në këtë drejtim vrimës zezë ne e shohim që është drejtim i cili të çon deri në pafundësi, dhe pafundësia është horizonti i ngjarjes, vrimës zezë, dhe kështu që horizonti i ngjarjes, vrimës zezë është një kufi në këtë hapësirë të pafundme. Domethënë, kur kemi kufi në këtë hapësirë të pafundme, neve kemi një ndarje hapësirë kohore, e cila krijon një hapësirë të ndarë nga hapësira jonë që jemi ne. Dhe këto dy hapësira të ndara krijojnë një univers në vete, hapësira të veçanta nga njëra tjetra. Dhe kështu del që brenda vrimës zezë kemi një univers në vete. Domethënë, edhe hapësira që normalisht është pa kufi, krijon kufi, formon kufi për shkak të bashkimit me kohën. Kur këto bashkime janë të vogla, domethënë këto përshtjellime të hapësirës dhe kohës nga bashkëveprimi i tyre janë të vogla, neve kemi lëndën, formohet lënda, formohet energjia, kurse kur kemi ekstreme bashkime shumë të mëdha dhe vorbulla shumë fuqishme, ne arrim deri në përthyrjen maksimale të mundshme dhe sa shkojmë në infinit. Dhe aty neve kemi vrimë zezë ose univers në vete. Ose ndarjen e hapësirës. Aty ku hapësira ndahet nga hapësira tjetër, edhe krijohen në thonjza dy hapësira. Kufijt e hapësirës së pakufishme.